Që shkon tradita darsmës me mësit. Nëse kum pa historiat natë që më ka ardhë. Do të thotë vesh natën kur Vesh natën kum pa më hinin soba aty për marak, dhe s'ma dha ke kusht shkollë s'kum pas. Sa herë kum marrë pi gurbejetit, në aeroport më pas dalë me më prit, një ples ma ka blejt gjithë, mo sa herë ju marrë ma ka vënu në kry. E kum bajt 2 javë ditë, unë ju më shku të në atonë e ka bajtaj. Në 2002 me 5 prit më ka dek baba, pi atëhet mëse kum hjek kur. I kom 2 vajza, punojnë, njëna ka kry ekonominë internacionale, ka magjistru atje, punon me një firmë që këto që jo keci. Punon është shërtare e lartë, tjetra që është ka firmë të vetën edhe ka kry dhe shkollë, edhe djali ka kry shkollë. Përshëndetje miqtë e dashur të Kosova Info, si jemi në një fshat në zonën e Anamoravës, në fshatin Remnik, ku me mua kam një banor me plis që 30 vite thot se kam hjek plisin. Valla më të se kam hjek. Po thot 30 vite me plis guk. Valla pa. Po sa saj qa është e veçanta është gurbeçar, i cili tani ka ardhë në vend lindje dhe në stinën e vjeshtës rrinë tu se i pëlqen më shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Ramush Avdia. Ramush, si është jeta në fshat këtu, kur vini ju nga gurbeti dhe si e përjetoni atë fa ndjenjen? Wallahi, mu jeta në fshat më pëlqen fort. Edhe atje ku punoj në fshat. Qyteti fort më pëlqen. Vini që është në pranverë edhe në vjesht, mjelli ka pak tokë. Kur të kom kohë, që 35 vjetë jam gurbet, pënzi edhe pak halas që më dalë. Për që to që këtë kohë shfryzoj. Në cilin shtet jetoni? Jetoj në Republikë Salzburgit të Austrisë. Në Austri. Këtu në fshatin Remnik, do të thotë, banorët janë të pak më duket edhe pse fshati shumë i madh, por shumica janë në mërgim. Po thoj se gjysa fshatit është e zbrast. Po ma shumë ka të zbrast. Se na gjithmonë këtu përpara s'kemi punu gati në punë shtetit asnjëherë. E fshati jonë gjithmonë jemi marrë me gurbet. Ky fshat kufizohet me cilë fshatra kufizohet? Kufizohet me Budrikën, Nasalën, Ladovën, Zhegrën edhe Skefterën, Gjylikarin. Do thotë është... Përmi që ka kena Godenin. Do thotë i rrethuar nga fshatrat të komunës Vitiz e Gjilanit, është si zonë ku do Gjilani me Vitiz. Na jem kofe, bilim qatu të arat, gjynësa është në komunë Vitinjes, e pi ara tona, bilim të ara e kena me zonë Gjilanit. E sa punot toka këtu? Sa është tokë pjellore dhe çka kultivoni më shumë? Tokë pjellore në sa dush, edhe na misër edhe grunë. Dikush tash ja ka nisë, po mirët edhe me bashkë, me sen, po përpara gjithmonë kemi mirë misër edhe grunë. Se kujshia kanë me shalqen, me bostan? Po, ashe me bostan mirë, ka Skefterë me bostan e me bashkë, me sen. Ju sigurisht mbani men edhe kohët para luftës, do të thotë, çysh kanë qenë traditat në atë kohë, sa kanë ndryshu, cili është dallimi mes para kohës kur keni shku jo në Austri dhe tash. Unë jam për 91 atje. Na fol pak, do të thotë, për dasma. Ti çysh je martu ti në atë kohë, çysh ka qenë tradita dasmës, ju çysh jeni martu? Vallahi, çysh ka qenë tradita dasmës me mësit. Nëse kum pa historiat natë që më ka ardhë. Do të thotë vesh natën kur... Vesh natën kum pa më hinin soba aty për marak, dhe s'ma dha ke kusht shkollë s'kum pas. E na shajna kom pa shkollë konë më zdijë dhe me ta dhanë kush nusën. Vallahi punëtor sa dushe, tënat mirat, po kur arken veç që na ka shkollë të këj me jo, shtiro konë. O, problem pa shkollë. Vallahi problem. E çysh u bë dashma? Na thuj pak, do të thotë, ato traditat e dasmës çysh i keni bën atë kohë, do të thotë ti, çysh u kon ata dasmës apo 2-3 ditë para dasmës apo na shpjego pak çysh veç për dasmën tonë, çysh jeni. Si që për dasmën teme, mas pari me mësit. Ma ka gjetë baba se vetë nuk kisha gjetë kur, s'kum ditën me darë kështu në përshinën. Edhe mësit me patazon husën, tëna deshke me qu me punu në husë e asane. Tëna e bërëm dashme më qëtunë në dilën, taunën dita grave.
qështu. Po çështë do knusja, po do thotë, çysh ishin ato mendimet e juaja, çka mendoj se çysh do të jetë, edhe atë ka dol nusja çysh e ki menu ti, se sigurisht e ki para mendu. Zotin këto motra të ishin qështu po mirë kanë shumë. Azar si heka për ta nuk e di veç knaqina. Një kohë me ta jina kanë pas. Në jetë lundë, sa fëmijë keni? I kam 2 vajza një djalë. Edhe ata janë jashtë. Ata janë jashtë, atje kanë lindë. E gruaja, do të thotë, Gruaja, është vërtetën me ta tregu, gruaja parë më ka dekë para 4 vite. Ngushëllime. Faleminderit. I kam 2 vajza, punojnë. Njëna ka kry ekonominë internacionale, ka magjistru atje. Punon me një firmë që këto që keci. Po. Punon është zyrtare e lartë, tjetra që ashtu ka firmë të vetën edhe ka kry dhe shkollë, edhe djali ka kry shkollë këtë janë atjetë. Ky fshat ndihet pak edhe për atë ndjenjen patriotike. Po se dina, jena mënuna tonë, se në komunizëm gjithë bëni mi kanë, veç me koqaklak. Kam drejtën se po do të thotë keni një farë historie të Vallahi që ashtu, na me të thonë drejtën, na njëna tasha që pe anës Leskovës, dikun. Një fshat Magash Thirët, 1978 kur janë qupë që atëherë. Dhe të është këtu kemi jetu mirë. Jetojmë me fshatarë, me shok, me kushëre, me sarë kretë mirë. Qysh është jeta mes fshatarëve, do të thotë, ka janë a shkojnë me zveti mirë, apo ka problema, apo ka organizime? Kur probleme në me vetës kemi pas. Organizime për shka u paraqit nevoja gjithmonë kemi darkra. Dhe sot dhe gjithmonë do të jena që... Sa është organizuar diaspora në aktivitetet shumë të shembull, sepse ka raste apo gjitha fshatrat, jo vetëm këto, do të thotë që bëni organizime për grumbullimin e mjeteve në format ndryshme, për të ndihmuar, për të përkrahur aktivitetet edhe zhvillimet në fshat. Sa jeni të organizuar si diasporë në këtë aspekt? Po që si diasporë, për çdo rast që ka nevojë diçka veç na tregojnë edhe. Domethënë edhe Ja, aty se kemi nal kora, se kemi ndërmarrë. në luftë si ka qenë, do të thotë situata në luftë këtu? Luftë, unë nuk im kanë këtu. I vetmi për familjes me një kushëre mi kanë jashtë, vllau i ndjera ka dek vitin e kaluar në muin maj, edhe ajo kanë atje, krejt janë kthy veç unë me një kushëre më kanë prej jashtë. Për kohët luftës nuk im kanë këtu, organizimi ju kanë shumë i mirë, serb këtu në katunin tonë nuk kanë ndërhim. A ka ne fshati këtu apo? Ja, janë shpërngul, 2 javë ditë kanë qenë mali, kanë qendruar në mali. Do të thotë këtë zonë këtu ti. Në këtë zonë më herë mali që atje në kanë familja me blim kanë mali, vetëm i baba jam që se kanë shku shtëpinë hiç. Çfarë ndjenje kanë për ty jashtë? Për mua kanë shumë stirë që nuk e di më mirë më kanë i vdekë se i gjallë. Këta shenë kanë të shtëpia kanë ditë më mirë, anase kanë ditë situatën hiç. Po përjetimet kanë qenë. Po përjetimet kanë qenë shumë trona, blim kom pas dashur me arë, po më thirrë dhe babai im në atë kohë tha birë, tha kur halla sa bëj tha çivje, jashtë aty tha të kemi jashtë. Ama për mua nuk e di që kom pas me 40 kg kë. Po pe mërzis. Pe mërzis pas di që të arë këtu li falani, tu li farsa, s'kemi ditë kur. Kur përfundoi edhe ç'bë, ç'e kaloj shekun atje, ke mujt me punu apo? Po i vallahi, po nëse pa të kemi pas si telefona dorës. Kom pas një telefon dalë shumë pe bashkëtellës ku isha, 50 herë në ditë shkojsha thërsha të shtëpia, thërsha shoh që na ke mujt me marr vesh diçka për. Shumë situata rëndë. Po shqyrë për zotit mirë tash. Pas lufte, kur u lirua, edhe me një herë dhe Me një herë. Kur edhe këtu që shu... Vaj vallahi, bilim kur pa ta arë këtu, pa ta shku në brendest Italijës. E ma një të Greqi, pi Greqis këtu, po e ma mirë s'ka së qyrë. I pam që pa pëndende, pa përshkruar. Që sa vite e moni plisin dhe kur keni fillu me mbajtë? Vallahi, plisin e baj bukur mati as vetë se mojnë menë. Sa edhe këto ma shumë e baj për hotërët babës, sa herë ku marrë pi gurbejetit, në aeroport në pas dalë me mprit, një ples ma ka blejt gjithë, mo sa herë ju marrë ma ka vënu në kry. E ku mbajt 2 javë ditë, unë ju më shku të në tonë të ne ka bajtaj. Në 2002 me 5 pred më ka dek baba, pi atë herët më se kum hjek kur. Çdo në kere, lanë, traktor, katë shkoj, po sot mu ka përlosë edhe kom marak me baj plisin e barë. Dhe që sot e arsyshme që përlosë, edhe pe jara. Po pe jara, me ple me lëshme sen. Dhe dhëtë kjo koka amanet i babës, se s'pas kemi aprish kur. Ja, s'ja aprish kur. Vallahi, nuk e heki, po i ku më di se shkam. Atje nuk e baj, a këto si t'vi, kur pa të zalë.
Në thotë, pas ka kohë që po e boj këtë. Shumë. Se ta pas kalon edhe baba si Wallahi, baba pas ka prit në aeroport me plis. Qashtu në aeroport, ku e marrë të shtëpia gjithmonë me një keset najlonit e bajt. Veç më fërë ke bira mujt e po trak ma vënoj kënë kërë. Të në bësha 2 javë ditë, kur shkojsha, jalon shati e bajkaj. Ani me ka hek mollin dhe shta. Po dhe, po. E ka pos ato dhe në Jo, ai ka bajt pisin e bardhë. Po, a? Dajtë me kanë bajt pisin e bardhë, krejt. E këta kusherit, këta vjetën, para generatës tam, asë një pa plis të ke pas, s'ka i plis pa. Dhe tash s'ka. Tash shumë radhë. Problemi ma i madhë, ku shkojsh me najdarë, së në 300-400 vetë, i vetë me ti sigura edhe janë në rdhenë, ama me hekës më. Ja, me hekës më. Pse u hek kjo traditë shembull? Pse s'do të më bëjt plisin? Do shta jo çdo ditë, jo në punë, po në raste shembull të festë, takzime. A mendon se duhet me mbajt në organizime ndryshme? Vallaj, duhet me mbajt. Do të thotë se po t'jena e fejës kombëtare, fejës fetare, diçka. Unë atje nuk e baj, se atje gjithmonë jam kon punëtor krahi. Jam keramikist me profesion. Aty se ke di çfarë rroba ki, ma shumë mirë kon pingjitsi se sa. A këto sa jo marr që nuk e marrin men, heq pikur të bajve që këtu pa ta s'kom heq. Si do të qovë, do në thotë më rëndësi ti punëtor krahi, sot fëmija to kanë më rrinë. Ja, fëmija janë ketë kanë kry shkolla, ketë në përpunë, ketë. Mund ja ka vlet mundi dhe sakrifisa juaj edhe shumë argjimtarëve. Edhe këtu të shtëpia dhe klina mirë janë ketë. Po tash mas gjithë kësaj, do në thotë 35 vite jashtë, përjetimet ndryshme, historitë ndryshme, tash, qysh e jetën tash? Vallaj, tash, qërë njerë e rahat s'po bëj ke kur. Që qërpi Zotit, krejt mirë. Bilum, e kam një apel për gjithë shqiptarët, që prej kur të egzistoj ma mirë si mi kam kur. Bollak, ka të shkosh, nuk shë njerës të hjek. Gjithat mirat e Zotit, veç inshallah, i kemi mend edhe e dojmë një tjetër edhe ma shumë kur gjithë. Faleminderit shumë për kohën e për intervistën, e uroj të kaloni sa më mirë të ditë në vendingje. Faleminderit shumë, se s'far nesër ose mas nesër si ti kry që to do të me hitë.